i madhëruar, i lartësuar, është Allahu i gjithëpushtetshëm me lavdi. Ata e falenderojmë. Për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhëruar për çdo të keqe që e veprojmë me dije apo pa dije. Ato të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhëruar në këtë fe madhështore, nuk mundet askush që ta largojë dhe privojë nga kjo mirësi kaq e madhe. Dhe mbi atë të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhelle xhelalu, nuk ka askush që ta drejtoj dhe orientoj për në rrugën e drejtë. Vërtetoj e dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe vërtetoj e dëshmoj se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Ai e përcolli mesazhin hyjnor tek njerëzit. E transmetoi atë ashtu siç duhet. Amanetin që Allahu i gjithëpushtetshëm ja ngarkoi, ai e plotësoi. Dhe sakrifikoi për këtë fe madhështore deri në fundin e jetës së tij apo gjithë jetën e tij. Prandaj ne salavatet më të përzemërta, më të mëdha i dërgojmë për mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mbi familjen e tij të ndershme, mbi ehli bejtin, mbi shokët e tij, bujar dhe besnik, dhe mbar ata njerëz që e pasuan, e pasojnë, do ta pasojnë atë deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhëruar na tërheq vërejtën në librin e tij Fisniku na tregon se si ne duhet ta kemi përfundimin ton nga jeta e kësaj dynjaje, apo në fundin e kësaj dynjaje. Ku thot, o ju besimtar, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqertë, ashtu siç meriton Allahu xhelle xhelalu, të friksojeni. Dhe mos vdisni pra mos t'ju gjej vdekja vetë se duke qenë musliman. Të nderuar vëllezër dhe motra, njeriu ose biri i Ademit dhe sidomos muslimani që beson Allahun hak dhe i kryen obligimet që ja ka ngarkuar i gjithëpushtetshmi dhe e ndjek dhe e pason rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai gjithë jetën e tij e ka të mbushur me shpresën tek Allahu i gjithëpushtetshëm. Pra ai shpreson tek Allahu i gjithëmëshirshëm që ta përfshi falja dhe mëshira e tij. Përveç saj, edhe ai që nuk e çon ndërmend këtë gjë madhështore, duhet ta ketë gjithë jetën e tij shpresën tek Allahu i gjithëpushtetshëm dhe duke e shoqëruar atë me kryerjen e obligimeve që ka ngarkuar Allahu azza wa jall. Dhe këtu po e përmend pra një hadith të saktë kur vjen një person te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një nevojtar i cili ishte i kapluar nga mundimet, nga vuajtjet, erdhi i lodhur i raskapitur nga vuajtjet e kësaj dynja dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, a është Allahu afër? A është larg që unë t'i kërkoj atij? Pra shikoni, njeri që kishin kapluar problemet, hallet e dynjas. Se asnjë njeri nuk ka, domethënë që nuk e kaplojnë hallet. Të gjithë ne, po gjithë secili ka në atë formën e vet. Dhe erdhi ky person te i dërguari i Zotit. Dhe tawakuli i këtij ishte tek Allahu i gjithëpushtetshëm. Kërkoi rrugën e drejtë, rrugën e saktë se si të arrit tek Allahu i gjithëpushtetshëm. Duke e pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke i thënë, o i dërguari i Allahut, a është Allahu afër? A është larg? Dhe në ato momente, në ato qaste, zbret Gjibrili alayhis salam, Ruhul Qudus, krye engjulli, krye meleku, zbret Gjibrili me ajetin e shpresës,
që do të lexohet deri në ditë kiametit. Zbret Xhibrili me ajetin që jep shpresë çdo njeriu. Çdo njeriu që dëshiron të kuptojë se ka një Allah, ka një Zot i cili ja dirigjon jetën. Ja dirigjon jetën e tij. Dhe zbriti aty ajeti 186 i surës Bekare, ku thot Allahu i gjithë pushtetshëm: "Wa idha salaka ibadi anni qarib." Dhe kur të pyesin ty o Muhammed, robrit e mi për mua, u thuaj atyre unë jam afër. Pra kur të pyesin robrit e mi për mua Muhammed, Allahu i gjithë pushtetshëm tha thuaj atyre unë jam afër. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem thirrjes së thirrësit, thirrjes së lutësit kur ai më lutet mua. I përgjigjet Allahu azza wa jall. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pra let më kërkojnë mua, thotë i gjithë pushtetshmi. Let më luten mua. Let më drejtohen mua. Kur do herë? Në mënyrë që ata të mëshirohen, të drejtohen. A nuk është ky ajeti i shpresës, nderuar vëllezër dhe motra, që duhet ta ketë në mendjet e tija çdo njeri prej nesh, kur e ka plojnë hallet e dynjas, kur e ka plojnë sprovat, kur dallgët e jetës e përplasin sa ndej sa këndej. Ky pra do të jetë ajeti i shpresës për çdo njeri, që ta di se ka një Allah azza wa jall i cili ja drejton dhe ja zgjidh gjitha problemet. Prandaj shpresa duhet ta shoqërojë robin deri në fundin e jetës së tij. Por se të shoqërohet, siç e kemi përmendur edhe herët e tjera, dhe do ta përmendim gjithmonë në trajtën e përkujtimit, sepse përkujtimi s'ka dyshim se i bën dobi besimtarit. Ashtu siç thotë i gjithë pushtetshmi, fedhekir fe inne dhikra tenfaul mu'minin. Pra përkujtoni o robërt Allahut, përkujtoni njëri tjetrin, sepse përkujtimi s'ka dyshim që i bën dobi besimtarit. Prandaj shpresa do të jetë me ty gjatë gjithë jetës tënde, në jetën e kësaj dynjaje të shkurtër kalimtare, por se të shoqërohet edhe me frikën dhe kërkesë falje ndaj Allahut të gjithë pushtetshëm, sepse Allahu dëshiron që ne të shpresojmë tek ai dhe të kërkojmë falje nga ai. Allahu i gjithë pushtetshëm thotë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Shpejtoni, nxitoni tek kërkim falja tek Zoti juaj. Shpejtoni, nxitoni me nxitim. Ardhuha ka ardi samawati wal ard. Sepse gjerësia e saj është sa qielli dhe toka e faljes Allahut gjithë pushtetshëm. Pra Allahu thot nxitoni o robërt Allahut. Në një ajet tjetër thot: "Nabi ibadi anni ghafurur rahim." Lajmëroj robrit e mi o Muhammed, jepu si hariq, myshde, anni ghafurur rahim, se unë jam falës i madh. Falës i madh dhe mëshirues. Po pastaj vazhdon Allahu i gjithë pushtetshëm ku thotë: "Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim." Por se edhe dënimi im është i ashpër për ata gafilët, për neglizhentët. Dërsa në ajet tjetër thotë i gjithë pushtetshmi: "O Allahu yuridu an yatuba aleikum." Allahu dëshiron, Allahu don t'ju fali juve. Allahu don, dëshiron t'ju fali juve. Allahu don na fali ne. Po sa ne duam ta kërkojmë falje ndaj Allahu gjithë pushtetshëm. Wallahu yuridu an yatuba aleikum.
wa yuridun alladhina yattabi'una shahawati ay yamilu maylan 'azima. Ndërsa ata, pasuesit e të sekotës, pasuesit e epsheve, pasuesit e shejtanit, dëshirojnë që t'ju çojnë juve, t'i ndiqni ata dhe t'ju çojnë juve në humbje. Ndërsa Allahu, si tham, Allahu dëshiron na fali, na i pranoj pendimin. Prandaj, asnjëherë mos e largoni vëmendjen o robër të Allahut, ndaj shpresa e Zotit dhe kërkim falja. Përmendi dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë që gjendet në Sahihul Muslim, një njeri nga popujt e parë, një besimtar nga popujt e hershëm, tregon pejgamberi i Zotit ku thot, erdhi një rob dhe bëri gjunaf. Mëkatoi. Dhe u drejtua Allahut azza wa jall, o Allahu im, unë bëra gjunah, gabova, më fal mua. I thot Allahu, le ta di robi im se ka një Zot, le ta di robi im se ka një Zot i cili fal gabimet, por se edhe ndëshkon për ato. Dhe vazhdon hadithi, thot pejgamberi i Zotit, vazhdo një kohë, kaloi një kohë, u largua një kohë, dhe robi përsëri ran në kap, ran gjuna, dhe u drejtua Allahut, o Zoti im, unë katova, gabova, më fal mua. Do i thoj Allahu, le ta di robi im se ka një Zot i cili fal mëkatet, por se dënon për to. Dhe përsëri thot hadithi, iku një kohë e largët, vazhdoi një kohë, kaloi një kohë, robi u mor me punë të dynjas, harroi dhe ra përsëri në gjunaf. Përsëri u pendua, tha, o Zoti im, unë gabova, rash në gjunaf, më fal mua. Do t'i thoj Allahu i gjithëpërshtetshëm, thuaj robit mi, ta di se e ka një Zot i cili fal për mëkatet, por se dënon për to. Dhe pastaj do thoj Allahu i gjithëpërshtetshëm, le të veproj robi im çka të doj, se e kam falur atë. Hadithi i saktë. Ndërsa transmetuesit e hadithit, komentuesit e hadithit thonë, mos t'i mjaftoj robit kjo. Mos t'i mjaftoj robit kjo, që thotë Allahu azza wa jall, le të bëj robi im çfarë të doj, se kam për ta falur. Por nëse ai nuk drejtohet tek Allahu për kërkim falje, duke shpresuar tek ai, atëherë Zoti i gjithëpërshtetshëm nuk e fal. Por Allahu fal atë që kthehet tek Zoti me pendim të sinqert, duke ndjer gabimin që ka bërë. Ajo është përgjigja e faljes, kur robi e ndjen atë që ka bërë dhe kur ja kërkon Allahut me lot në sy, atë gjendje Allahu e don. Atë gjendje Allahu i gjithëpërshtetshëm e don. Të gjithë jemi gjunafçar. Të gjithë gabojmë, por se do të kthehemi tek Zoti i gjithëpërshtetshëm. Shpresa jon të jetë Allahu i gjithëpërshtetshëm, i cili i don robrit e sinqert. Prandaj aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha bi kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Elhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall, i cili na nderoi me mirësinë madhështore duke na udhëzuar në këtë fe të mrekullueshme. Pra është udhëzimi i Allahut azza wa jall, se po mos ishte udhëzimi i Allahut ne nuk do ishim udhëzuar. Pra ta falenderojmë Allahun çdo moment për këtë mirësi kaq të madhe që na i ka dhënë, na i ka dhuruar.
Dhe paqja dhe bekimet e Allahut Azza wa Jell qofshin i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne e tham edhe në ligjëratën e parë që përveç shpresës muslimani do ta shoqërojë dhe frikë, respektin dhe Allahut Azza wa Jall. Dhe do ta kujtoj gjithmonë ndëshkimin e Zotit. Por se shpresa duhet të jetë ajo që ta shoqërojë atë. Dhe siç kanë thënë dietarët që kemi përmendur, për njerëzit e moshuar duhet të anojnë nga shpresa. Pavarësisht do t'i shoqërojnë të dyja, tham shpresa dhe frika dhe Allah. Ndërsa të rinjt do të anojnë nga frika më shumë. Dhe s'dua të zgjatem shumë, do ta mbyll ligjëratën me ajetin tjetër të shpresës. Ajetin tjetër të kënaqësisë. Ajetin tjetër të ngushëllimit që thot Allahu gjithëpushtetshëm në librin e tij fisnik: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj robët e mi të cilët e keni ngarkuar vetet tuaj me gjunafe, pra jeni mbushur plot. E keni ngarkuar veten plot e për plot me gjunahe. La taqnatu min rahmatillah. Kurse si mos e humni shpresën tek mëshira e Allahut. Allahu po na thret. Allahu po na tregon, po na jep si hariq. Ju që jeni mbushur plot e për plot me gjunahe. Kur mos e humni shpresën tek Allahu Azza wa Jall. Kur? Sepse Allahu i fal gjitha mëkatet. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu i fal gjitha mëkatet. Innahu huwal ghafurur rahim. Se me të vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Prandaj nderuar vëllezër dhe motra, ne na del për detyrë të kërkojmë falje për Allahut Azza wa Jall. Çdo sekond për frymarrjen që e marrim, që e thithim, për shikimin që na i ka dhuruar Allahu, që s'ka pasuri që e blen, për shqisat që kemi, gjymtyrët që kemi, për gjithçka, për çdo mirësi që na i ka dhuruar Allahu Azza wa Jall. Ta falenderojmë, kërkojmë falje për të çdo moment, me pakta 70 herë në ditë, siç transmetohet që pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam bënte istighfar me pakta 70 herë në ditë. Prandaj këto gjëra do ta shoqërojnë muslimanin gjatë gjithë jetës së tij. Prandaj lut Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute, të na bëjnë ne për atyre të cilët drejtohen Allahut Azza wa Jall me shpresë, me frikë, me pendim të sinqertë. Elusim Allahun t'i përmirësojë gjendjet tona. Elusim Allahun të fuzi dashurinë dhe harmoninë në zemrat tona. Elusim Allahun Azza wa Jall ta ruaj popullin ton nga gjithë ato sfida dhe bela që po përballet. Elusim Allahun na bëj besimtar devotshëm, na bëj për atyre të cilët do të përgëzohen me xhenetet e larta. Elusim Allahun të ndihmojë muslimanët dhe muslimanet në mbar botën që janë, sidomos nevojtarës, kamnorët, vëllezërit tanë në Palestinë, në Sudan, në Yemen, kudo që ndodhen ata. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi athhar wa tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana